Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Eglia ka nxjerrë jetën çdo mashkulli që ka pasur, habit me deklaratën gazetari i njohur. Së fundmi në rrjet është komentuar martesa e çiftit të famshëm Egli, Tako dhe Gjesti, e cila u zhvillua brenda shtëpisë më të famshme në Shqipëri. Në lidhje me këtë rast, gëzimi, gazetari Bledi Mane është shprehur skeptik për qëllimin e kësaj martese, duke e cilësuar si të shtirur dhe të realizuar për show. Martesa e tyre është e sforcuar dhe e bërë për show. Çdo veprim që bëjnë më duket si i kalkuluar për famë, u shpreh Bled Mane, ndërsa më tej zbuloi se ai vlerëson më shumë Gjestin se sa Eglin, duke kritikuar sjelljen dhe qëndrimin e saj publik. Egli është një njeri posesiv, e jetur për famë dhe kërkuese vëmendje me çdo kusht. Jam shumë i sigurt që ajo ja ka nxjerrë jetën çdo mashkulli që ka pasur në krah, tha ai. Sipas gazetarit, lidhja mes çiftit nuk është e vërtetë dhe nuk beson në qëndrueshmërinë e marrëdhënies së tyre.